Përplasja politike gjatë ditëve të fundit ka marrë një tjetër drejtim. Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, ka paralajmëruar se është duke u përgatitur për protesta kombëtare. Në qendër të kritikave të tij qëndron dosja hetimore e Belinda Ballukut, zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, e cilësuar prej Berishës si simbol i kapjes së shtetit. Duke përdorur këtë rast si pretekst, Berisha flet për një lëvizje më të gjerë, ndërsa paralajmëron se protesta në fakt nuk do të jenë vetëm një reagim ndaj një dosjeje, por fillim i një mobilizimi që nuk do të ndalet derisa kreu i qeverisë Edi Rama të lëshojë pushtetin. Sa herë kemi djallin për brysh, sa herë do kapim Edi Rama. Jo, nuk e pranojmë ne se e ka Lubia që ka fajtori kryesor për tunelin. Jo, nuk është fajtori kryesor. Fajtori kryesor Edi Rama, pastaj vjen Lubia. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që në absolute do nisin protestat të cilat do ndalen e tanë e pitas gjersa Edi Rama të argohet nga Josni. Kjo është afera ku mbreti ka dalë lakuriq. Marrshkas nga protesta e disa aktivistëve para kuvendit, që kundërshtonin miratimin e projektligjit për barazinë gjinore, Berisha lajmëroi edhe një herë se opozita do bëhet gati për protesta që do të mbahen para kryeministrisë. Ka disa ditë që ne po projektojmë të marrim protesta dhe ato protesta do kenë vetëm një vend para kryeministrisë. Para kryeministrisë, tani ajo është dali qartë, me tunele Llogaras, ajo Belinda është mashe e tjerë, ka firmosur sepse i ka thënë o bëj këto dhe të gjitha këto duhet t'i marrim me vendosmëri. Ndërsa ditën e sotme në daljen e tij për mediat, kreu i Partisë Demokratike qartësoi se protesta e opozitës do të jetë alternuar brenda dhe jashtë parlamentit. Pas 9 seancash, opozita është lejuar të debatojë vetëm një ditë në parlament. Atëherë ne kalojmë në debat me qytetarët. Kjo nuk do thotë bojkoti parlamentit. Jo, po kjo do thotë se opozita do zhvillojë betejë dhe brenda parlamentit. Qeveria u miratua pa debat, programi saj pa debat, buxheti dje pa debat, të gjitha pa debat. Atëherë ne do të hapim platformën parlamentare o qytetare para ndërtesës Këshillit të Ministrave. Duke mos u ndalur me kaq, Berisha dha një tjetër sinjal për protestat kombëtare. Protestat kombëtare janë tejet të vonuar dhe shpejti do komunikojmë para jush protestën e parë kombëtare dhe pastaj në vazhdim ftojmë të gjitha ata qytetarë që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë kundër një regjimi që e ka konfiskuar atë, e ka vjedhur atë. Kjo lëvizje për aksion opozitar brenda komisioneve parlamentare dhe protestat kombëtare gjatë muajve të fundit të vitit, në prag të diskutimeve për buxhetin, janë një skenar tashmë i përsëritur nga Partia Demokratike. Edhe një vit më parë, Partia Demokratike organizoi disa protesta kombëtare, si dhe bllokoi punën në disa komisione parlamentare, me arsyen se opozita nuk dëgjohet. Rifillon stina e protestave, të paktën kështu lajmëroi lideri i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, por pyetja mbetet gjithmonë, çfarë vjen me këto protesta, sa do të arrijë të ndryshojë le të themi në të gjithë këto ngjarje të politikës shqiptare dhe aq më tepër të dobësoj pozicionin e mazhorancës nëpërmjet këtyre protestave dhe të arrijë ato qëllime që opozita i ka vendosur vetes. Do të flasim për këtë sonte në emision, ndërkohë që të dielën do të zhvillohen dhe zgjedhjet e pjesshme për bashkitë, për bashkinë e Vlorës, për bashkinë e Tepelenës, për bashkinë e Beratit, për bashkinë e Cerrikut dhe për bashkinë e Matit. Në fakt janë zgjedhje të pjesshme të cilat për hir të vërtetës duket se edhe nga partitë kryesore politike nuk kanë qenë në qendër të vëmendjes, të diskurin politik ka pasur debate të tjera, ndoshta sepse mungon Tirana, e cila u duk se do të fillonte, do të kishte edhe ajo një moment të zgjedhjeve të pjesshme, por me rikthimin nga gjykata kushtetuese të Erion Velis në detyrë u anullua gjithçka. Kështu që do të merremi edhe me këto zgjedhje të pjesshme dhe a arrim të lexojmë diçka apo do të jetë një inerci e zgjedhjeve të 11 majit. Për të folur për këtë jam sonte në studio me Reldar Dedaj, përshëndetje Dedaj, mirë se erdhe. Është me mua Idajet Beqiri, përshëndetje Beqiri, mirë se erdhe. Është gjithashtu Ben Andoni, Ben, përshëndetje, mirë se erdhe. Aleksandr Qipa, përshëndetje. Ergys Mërtiri, përshëndetje, mirë se erdhe. Reldar, po e nis me ty, duket sikur
në formë, paktën nga ajo do të shikojmë se ç'do të ndodhi në vazhdim, por nga ajo çfarë tha zoti Berisha me krijimin e një lloj platforme parlamentare të opozitës përpara kryeministrisë, ngjam pak me ato çadrat e Lulzim Bashës të 2017-s. Tani, unë mendoj që është e vetmja lëvizje për ta shndërruar Partinë Demokratike si forcën më të madhe opozitare nga një realitet administrativ në një realitet politik. Ne deri tani e kemi parë Partinë Demokratike vetëm si realitet administrativ. I referohem, kur flas si realitet administrativ, i referohem vetëm faktit që kishim një jetë politike, aq sa mund të ishte kjo jetë politike brenda sallës së parlamentit dhe brenda partisë, sallës konferencave brenda Partisë Demokratike, dhe nuk e kemi parë askund tjetër si forcë politike opozitare që e ka për detyrë të sqarojë opinionin publik dhe veçanërisht simpatizantët e saj në raport me këtë keqëqeverisje ose me politika që ka shkuar. Nuk e kemi parë nga zgjedhjet e 11 majit, se para zgjedhjeve të 11 majit kemi pasur prapë një stin tjetër protestash. Po ashtu edhe një vit më parë, pra protesta kemi pasur. I referohem gjithmonë asaj çfarë prodhuan atë zgjedhjet e 11 majit. Partia Demokratike ka pas disa lloj transformimesh, megjithatë ja rikthyer një ide të 2017-s për dy arsye. Së pari ndërkombëtarizon të gjithë retorikën e saj si ide antikorrupsionit, pra opozita e ka në shënjestër këtë mazhorancë qeverisjen për disa dosje dhe ato dosje i ka dërguar spak ato që ka dërguar për disa afera korruptive, nëpërmjet protestës dhe nëpërmjet tubimeve që mund të bëjnë e ndërkombëtarizojnë çështjen, kanë mundësi të krijojnë një agor dhe një partneritet me qytetarët, duke kap tribunën e shesheve, mund ndodhi ajo çfarë ndodhi në 2017-ën, ku shumë element të së djatës erdhën dhe u futën, u bën pjesë e çadrës atë ku edhe retorika filloi duke u pasuruar me element të ri, me ide të reja, ndërkohë u prodhu Republika e Re, e cila ishte një nga idetë më të bukura që ka prodhu kjo parti politike, edhe pse ishte para kohe, por ishte një ide që pati një kuptim për të transformuar këtë sistem, ishte një shumë përparimtare, mund të prodhoj edhe tashmë këtë gjë, por mund të krijoj dhe një partneritet ose një koalicion me element të tjerë të shoqërisë, që një opozitë nuk mund të jetë vitale nëse nuk krijon aleancë me aktor nga shoqëria, qoftë me mediat, qoftë me intelektual, qoftë me njerëz të angazhuar që kanë një qasje të djathtë, dhe e dyta hapet në shoqëri dhe që shumë e rëndësishme i detyron disa deputet Partisë Demokratike që nga rrogtar të tentojnë të futen në aksion politik, që për hir të vërtetës shohim vetëm 2-3 emra nga Partia Demokratike dhe një pjesë tjetër i shohim në gjumë. Pra, fakti që Partia Demokratike vendos të dalë në shesh përballë kryeministrisë, i detyron ato të bëhen në aksion politik sepse janë detyruar për të mobilizuar masat qytetare dhe njerëzit që besojnë te kjo alternativë politike. Po vetëm ajo çfarë duhet, domethënë sepse normalisht natyrisht që protesta aktivizon trupën politike të një force të caktuar. E para, mbështetja është për tu parë, pra sa njerëz do thrasin, që kjo është një, le të themi, frikë e madhe që e diskutojnë brenda Partisë Demokratike, dhe e dyta, çka ka ndryshe kjo stim nga ato stim të tjera të protestave që kanë qenë. Shkatron atë çfarë konsiderohet dhe është një nga thembra Akilit që Partia Demokratike si forca më e madhe opozitare është dhe sjullur, agenda settings, atë çfarë prodhon mekanizmat qeveritar raport me mediat, duke i pasur modelin ekonomik në edim tashmë nuk mund i rikthehemi, duke i pasur nën kontroll, prodhon një agjendë artificiale, friksojnë qytetarët me element të tjerë ku realisht problemi është tjetër kund. Sot nëse ka një krizë, shoqëria shqiptare është niveli i lartë i korrupsionit dhe mbi të gjitha krimi organizuar që është ngritur nivelin më të lartë të politikës. Nuk ka asgjë të re nga këto që po thuan nga ç'shtën vjet kur ishin në protestë, nga ç'shtën par vjet kur ishin protestë. Sot nga ç'shtën në 2021 ku paralajmëruan protesta. Qytetarët kjo i ngjelet qytetarëve për ta parë dhe sa bind se do të jetë Partia Demokratike dhe retorika saj në këto tubime. Është e vetmja mënyrë për të dalë dhe për t'ju imponuar mediave me fuqinë që ka opozita, për të hikur nga një realitet administrativ dhe për të ngelur vetëm në diktaturën e kartoneve,
por për të futur në aleancë me qytetarët dhe me element të tjerë të shoqërisë, të cilët ka nevojë për të krijuar partneritete me forca të tjera, që krijojnë edhe flukse dhe dinamika të ndryshe, por edhe një të pasurojnë retorikën e Partisë Demokratike që ka ngelur në 2-3 element dhe nuk është atraktive në këto kushte që shfaqet. Duke dalë në shoqëri, duke u futur në jetën e qytetarëve shqiptar, është detyruar për t'ju imponuar pigmenteve që ka kjo shoqëri dhe veçanërisht simpatizantët e Partisë Demokratike që janë kushte shumë të vështira. Okej, Mërtirin duhet ta dëgjoj në lidhje me këtë stin të re të protestave. Berisha është i detyruar të bëjë protesta për disa arsye. Është detyruar pikë pari sepse ka një humbje të thellë në 11 maj, për cilën akoma nuk ka bërë asnjë analizë, nuk ka dhënë asnjë shpjegim, nuk ka bërë asgjë, pra nuk ka reaguar dhe nuk ka protestuar akoma. Pra, po të rikujtojmë, ai sulmoi Lulzim Bashën, mbasi ai e largoi pra kur nisi foltoren, me idenë se vërtet ja vodhën zgjedhjen Lulzim Bashës, por Lulzim Basha nuk bëri asgjë për t'i mbrojtur zgjedhjen dhe nuk bëri protesta mbasi ja vodhën. Ky tashmë ka kaluar muaj, janë gati 7 muaj deri tani dhe akoma s'ka bërë protesta dhe është në kontradiksion të thellë me veten. Ndërkohë që demokratët mendojnë që ky është mjeshtri protesta dhe ky premtoi që do rrëzojë me protesta Edi Ramës sa të vinte në pushtet. Kaluan zgjedhjet dhe akoma s'po bën protesta për të mbrojtur zgjedhjet që ja vodhën. Kështu që është detyruar nga ky aspekt. Por edhe këtu ka një problem sepse këtu tashmë ka një kontradiksion. Nuk thotë që do bëjmë protesta për të mbrojtur votën e lirë, por thotë do bëjmë protesta për të rrëzuar Edi Ramës sepse u kap me peshë nduar te Balluku. Pra, nuk është i qartë. Në fakt, protesta nuk po i bën për të rrëzuar Edi Ramës, e di që nuk e rrëzon dot Edi Ramën, por ka një arsye që pse bën gjithmonë protestat në tilla kushte, kur ti e di që nuk e rrëzon dot kundërshtarin. Pse bën? Sepse ka një problem të brendshëm, të cilët ti duhet ta zgjidhësh. Problemi i parë i brendshëm është që nuk e dhën llogari për zgjedhjen. Problemi tjetër i brendshëm është që kundër logjikës që thonë gjithë që ti duhet. Në Partinë Demokratike tani në këto momente që po flasim, asnjë nuk është duke folur më për zgjedhjet dhe për llogaridhënie. Ky është paradoksi. Kështu që në këtë lloj kuptimi duket sikur ai ka kaluar këtë shqetësim. Ky është paradoksi. A thon ai ka kaluar atë sepse ai ja mbyll gojën të gjithëve. Por problemi mbetet aty. Pyetja, pse i humbe zgjedhjet? Vazhdon që ndron dhe ai në çdo dalje përballë publikut duket sikur rëndon pikë pyetja sipër, të cilës ai duhet të japë përgjigje. Pra, çfarë po bën ti për të mbrojtur votën e lirë? Këtë pyetje ja bën nga jashtë, nga brenda si ja bën askush. Pra, ajo që është paradoksale dhe që tregon mjerim ku ndodhet Partia Demokratike është se ndërsa gjithë shoqëria thotë ky do të mbajë përgjegjësi për humbjen e zgjedhje, në Partinë Demokratike të gjithë një zëri unison, askush nuk del thotë që ky do të mbajë përgjegjësi për humbjen. Të gjithë thonë ky do të qëndrojë. Pra, ka një kontradiksion thellë. Pra, ajo çfarë do të thuaj që protestat që është kjo stim protestash po çelet për të shpëtuar pyetjes? Protestat zakonisht, kur ti e di që nuk e mund dot kundërshtarin, bëhen për të mundur kundërshtarin e brendshëm. Kundërshtari i brendshëm në këtë rast, se nuk ka dalë askush ta kundërshtojë, është logjika, është arsye e cila thret që zoti Berisha duhet mbajë llogari, duhet jap llogari dhe duhet mbajë përgjegjësi për zgjedhjet. Dhe duke ditur që kjo është një çemçakisë që mbet aty dhe nuk ka vlon dot, Berisha do duhet që të ushqejë militantët cilët janë të zhgënjur, sepse militantët presin që Sali Berisha të rrëzojë Edi Ramën. Dhe Sali Berisha gjatë gjithë kësaj kohe, që kur ka nisur foltoria deri tani e ka mbajtur me shiringa me Luk Bosh elektoratin e vet, që ne do rrëzojmë Ramën, ne do vim pushtet. Sa vjen më shumë bëhet e qartë që ky nuk e rrëzon dot Ramën. Atëherë ai ka nevojë që në kalorimin e radhës prapë të ofrojë një Luk Bosh të krijojë iluzionin sikur ne po bëjmë opozit fort dhe ne po rrëzojmë Ramën. Kështu që kjo është mendoj problemi, por nga ana tjetër, problemi tjetër është që në momentin që ai do të organizojë këto, ndeshet me ajo që është thelbi, që nuk i mbush dot çeshet. Sepse gjithmonë më pak njerëz janë tashmë besojnë tek ideja që duke shkuar të protestojnë mbas Berishës do rrëzojnë Ramën. Dhe prandaj i skenon ide të tilla si foltore para parlamentit, pra ne do bëjmë parlament para kryeministrisë dhe ne do ta zëvendësojmë kryeministrinë shesh. Pra, mungesën e njerëzve për shesh ai do ta interpretojë si një protestë e vogël, kjo bëhet për zëvendësuar parlamentin. Sepse ai nuk bën dot atë që është protestë e madhe, se meqenëse do i kishte bërë deri tani. Pra çu 11 maj deri tani ai do kishte organizuar protesta se ai këtë punë për doja gjithë jetës këtë ka bërë, protesta. Ka ardhur një ditë që nuk i bën dot as këto. Dhe kjo rezulton në një për ta mbyllur për t'i vënë emrin gjithë kësaj, ka një problem thelbësor Partia Demokratike, pra thash problemi i madh është që është kundër logjikës dhe arsyes. Ky është armiku kryesor i brendshëm i Partisë Demokratike dhe kjo bëhet gjithmonë protesta është luftë, pra premton luftë dhe lufta çfarë është? Shuarja e zërit arsyes, e cila kërkon
llogari zërave kundër në këtë rast, sepse mobilizon. Nga ana tjetër ka një problem madh që Berisha si duhet tashmë të shtirë sigurisht një parti e madhe. Dhe prandaj prodhon këtë ide që duhet bëj protesta, duhet bëj. Ndërkohë realisht nuk është më një parti e madhe, për sa kohë nuk mbush dot asnjë shesh, nuk bën dot as opozitë serioze, nuk rivalizon dot Rama në luftën e tij për pushtet. Do të ishte një sukses, po e pranoj për një moment këtë që thua ti që nuk është më parti e madhe, por do të ishte një sukses nëse zoti Berisha do të agregonte në këtë protestë përpara kryeministrisë edhe le të themi të tjerë të cilët janë në opozitë, faktorë të tjerë në opozitë. Dhe këtu po flas për partitë e reja, të cilat janë të përfaqësuara me pak deputet, por gjithsesi janë të përfaqësuara në parlament, apo ato që tha Eldari, element të shoqërisë civile, pra që të fillojë të bëhet një lloj magneti i të gjithë atij akumulimit të pakënaqësisë popullore. Ky është thelbi, mendojnë që Partia Demokratike të bëhet një parti e madhe, ajo duhet bëjë aleancë me shtresat të tjera të shoqërisë, të cilat nuk janë militantët e verbër apo të ngushtë apo të devotshëm Partisë Demokratike. E ka shansin ta bëjë një gjë tillë? Me shoqërinë, Partia Demokratike nuk mund të jetë. E ka shansin ta bëjë një gjë tillë? Ajo sigurisht që ka shansin, por nuk do Sali Berisha ta bëjë sepse Sali Berisha është kundër thënie me veten. Praktikisht, para zgjedhjeve 11 majit ajo bëri një aleancë me Edi Ramën kundër partive të tjera dhe kundër forcave të tjera, jo por Tirana tregoi që ai bëri një aleancë me partitë e tjera kundër Edi Ramës. Por në Tiranë bëri një aleancë me këto, i detyruar nga fakti që nuk gjen dot kandidat. Pra, njerë e kaluan e hoqën turpin, u bën bashkë me njëri tjetrin. Lumi Berisha se 11 maj. Pra, do të maksimalizonte votat të vriste të Vegjëlit. I vrau deri diku të Vegjëlit. Dhe tash i thot, hajde bëjmë aleancë për bashkët. Unë nuk e di, po kam përshtypjen që këta të Vegjëlit dhe njerëzit e tjerë dhe faktorët e tjerë tashmë nuk mund të bëjnë aleancë me Berishën sepse nuk besojnë që kjo mund të vinë në pushtet. Nëse do të besonin që do vinë në pushtet, edhe ashtu e korruptuar siç është ajo parti, njerëzit do t'i vinin pas sepse mendojnë që përballë një të korruptuari më të madh ne po bëjmë këtë të korruptuarin e vogël. Po një korruptuar i vogël, i cili nuk vjen dot as në pushtet, pse duhet që pjesët e tjera të shoqërisë t'i bashkangjiten dhe ta mbështesin Partinë Demokratike. Sepse gjithsesi mbetet më i madhi i këtyre që janë në opozitë. Po e ka pamundur të vi. E ka hipotekuar për një periudhë kohë. Në këtë kuptim, një parti... Atë rol, atë pozicion Partia Demokratike e ka hipotekuar. U dështuan tri qasje që janë... Nuk gjis dot dhe nuk tërheq dot. Tri qasje që tentuan të ndryshojnë panoramën poliarkike në skenën politike të Shqipërisë dështuan. Dhe Partia Demokratike e ka të hipotekuar ende këtë përfaqësim. Nuk është pak të kesh 50 deputet në parlamentin e vendit. Do të thush ti, po prit, sepse nuk është e mjaftueshme për të dhënë pretendimin për të ardhur në qeverisje. Këtu jam dakord me ju. Ka dy gjëra. Unë mendoj që zoti Berisha e ndjen që po destrukturon ende forcën e tij, opozitarizmin e tij, se kjo ka qenë forca e tij. Do më thënë, në qoftë se në periudhën e krizës 3 vjeçare, procesi në vetvete i destrukturimit të opozitës, çfarë shprekte? Mbylljen e degëve në nivel qarqesh, defaktorizimin në jetën politike të vendit. Sot përdori dy gjëra që ne duhet i komentojmë. E para njëherë e nisi ligjërimin me një maksim latine dhe pastaj premtoi një protestë kombëtare. Protesta kombëtare është krijuar një iluzion në Shqipëri se është vetëm në sheshet kryesore të Tiranës. Ja. Sa herë reduktohet protesta vetëm në kryeqytet, nuk pretendohet se ndodh rotacioni. Ama sa herë realizohet një protestë kombëtare në të gjithë territorin administrativ të vendit, ku bllokohet jeta administrative, ku de facto i thuhet... A realizon dhe këtë? A këtë është, këtë premtoj ai se... A i ka gjithë se premton, këtë puna është realizon do. Qiko, më falë, që të sjaroj një gjë se ndoshta kryem një keq kuptim. Kur them, falë, se po ju marko. Kur them që nuk është një parti e madhe, nuk e kam fjalën, sigurisht numra në parlamenti ka dhe 500.000 vota i ka marrë. Por, çështja që ndron, a i përfaqëson dot ti ato 500.000 vota? Sepse ato vota kanë ardhur tek ty për shkak se u vran alternativat e tjera, u sulmua mediatikisht e tjerë me shumë përpjekje sistemi, u mundua që të vriste të re, dhe shkuan tek Berisha për shkak se thjesht nuk duan Edi Ramën. Por Berisha nuk i përfaqëson dot këto 500.000 vota. Dhe praktikisht fakti që sheshet i ka, pra nuk bën dot protestë, tregon që nuk ka, nuk është më një parti që sepse në thelb Partia Demokratike, nëse nuk është një parti e cila ka fuqinë të rrëzojë Edi Ramën, ajo ka humbur misionin e vet.
Dhe ajo pastaj kthehet në një parti si shumë tjera, po sfide është. Pra, për mua ka humbur gjë më thelbësore. Po mund të marrim një alternativë ndaj qeverisë. Thjesht po bëjmë një abstragim tjetër. Unë mendoj që mund ta nis para datës 9 nëntor protestën, që është para nëntës i bie nesër. Po normalisht pas nesër. Jo, nesër është 9, po nesër është 8, pas nesër. Jo, më fal, pas nesër është 9, nesër është 8, i bie nesër. Nëse do ta marri, që mund ta përdorë edhe për defaktorizimin e zgjedhjeve të cilat ai de facto i ka paralajmëruar si injorim. Zgjedhjet e pjesëve. Sepse s'ndodh këto zgjedhje. Ka kandiduar figura të tjerë, e ka paralajmëruar, thotë që ky po konkuron me veten, le ta bëj vetë etj. Aq më tepër ndodhi edhe gjëja tjetër që në intervistën që bën kryeministri me kandidatët e vet, ata gjithmonë janë parashikues nga 80% e sipër. Do të diskutojmë këtë në Jo, po duhet ta them se ky është një lezim politik, është një kump politik se në këtë sens. Pastaj provokim, ai tallet me këto, e ka zakon. Zoti Berisha s'ka alternativë tjetër. Dhe këtë gjë, këtë periudhën e protestës apo e vetmja mundësi është që të projektoj pasardhësinë e tij, se tani që të shpresohet se ky do bëj prapë atë revolucionin që ka një vit që e thotë se do ta bëj dhe nuk ndodh kurrë, kjo pastaj është të çove të pasardhësi. Edhe ky pasardhësi kaq vonë, unë mendoj se nuk ka mundësi tjetër. Ja, ta ftoj dhe Benin. Ta mendojmë çik më thjesht. Zoti Berisha, qoftë në planin territorial, qoftë në planin lokal, një shkallë më sipër dhe qoftë në planin e përgjithshëm, gjithmonë sa jon. Qoftë se keni parë me kujdes kur bën protesta, asnjëherë nuk ka pasur linjë që do fillojmë këtu, do mbarojmë këtu. E keni parë udhëzimet jepen nga momenti në moment. Improvizon në vazhdim. Tani çfarë dua t'ju them? Ka një lidhje ndërmjet protestës me pavetdijen e të gjithë njerëzve të Partisë Demokratike. Ju e dini që gjetja e Partisë Demokratike për mosbindje civile në fillim në një farë mënyrë e trandi Rama. Po të pyesë njerëzit e Partisë Demokratike, pjesa më të madhe nuk dinin konceptin e mosbindjes civile. Dhe ju e dini që mosbindja civile ngrihet mbi simbolika. Simbolikat janë nga më të thjeshtat, e ti e the shumë mirë që e fillon dhe me një vend thjesht, edhe ai quhet kombëtar. Adreson diçka kombëtare. Ata jo vetëm nuk ditën ta bënin, jo vetëm nuk ditën ta mbanin, por çfarë është problemi më i madh? Për mosbindjen civile të Partisë Demokratike nuk ishin vetëm njerëzit e Partisë Demokratike të interesuar, ishin dhe pjesë të tjera të shoqërisë, sepse kishin shtëpi të prishura nga tërmeti pa drejt, kishin prona të tjera të prishura, e tjera. Ata jo vetëm që e lanë mes, jo vetëm që e shkatruan, po kjo krijoi fillimisht atë përballjen me njerëzit e vet, që çdo gjë që vjen nga qendra e Partisë Demokratike është e paqartë. Ju thatë shumë mirë që filloj me një maksim latine. Zoti Berisha tregon që është i elaboruar, i lexuar, por është ndryshe kur elaboron, ndryshe kur vepron. Dhe këtu hidhemi ke gjëja tjetër. La këtë të parën dhe dyta ishte ajo bazike që ne kemi kërkuar të gjithë. Por kur do të gjojmë disa rezultate të analizës vitit 2025 nuk është bërë. Nuk është bërë as analiza e vitit 2021. Dhe nuk e bën atë. Dhe nuk e bën. Popull nuk e ka kulturën e analizës. Të lutem, po e ka ai që përdor maksimat e tij. Ai po krijon, ai përdoron ato që quhen ndjeshmërinë publike. Rasti i zonjës Balluku nuk është gjë tjetër veçse është kampioni që ai do t'ia hedhë sepse improvizon ndjeshmërinë publike. Tani do të them efektin tjetër. Kur ty të futet tek pjesa nënvetdijes që gjithë masat që merr Partia Demokratike janë masa sa për të thënë, dhe dyta për shembull kjo që ju thash për pjesën e analizës, baza ka humbur lidhjen me Partinë Demokratike. Unë vetë më zhdash shumë herë kam thënë zbrisnin bazë, identifikoni njerëzit. Pa identifikuar njerëzit, shkoj këtu ku thotë Ergysi, nuk mbush dot, sepse nuk të besojnë. Realisht njerëzit nuk të besojnë më. Dhe t'ju them gjën e tretë që del si përfundim nga kjo. Keni parë diçka, njerëzit e Partisë Demokratike kanë formuar senatin e Partisë Demokratike, unë them aristokracia e Partisë Demokratike, rrotullohen ke perimetri kalas Partisë Demokratike parlamentit dhe është kaq Shqipëria e tyre. Ndërkohë që Shqipëria është nga Vermoshi në Konispol.
Këtë ata nuk e bëjnë. Beni, unë mendoj se është dhe një problem këtu që është krucial. Po që duhet të them? Jo, vetëm thjesht të lutem, me që se mos ikim nga pika që ju e hodhët si tezë. Shiko, ne shpesh na shkryuar perceptimin që këtu nuk ka popull. Në fakt, populli është, por populli nuk bie dakord me personin apo me enturazhin që do ta kapitalizoj politikisht këtë gjë. Dhe prandaj nuk e delegon atë përfaqësim që thuhet në demokraci. Unë kështu mendoj se ky është përgjithsisht populli besoj që është opozitar në Shqipëri. Këtë po theme. Po është problemi PD-s apo problemi Berishës? Pjesë opozitare Berishës, ai është kryesuesi. Shikoni diçka. Është me kuptimin fizik edhe politika. Do të thënë me radh koncentrik. Do të thënë Berisha është i qartë në vetën e vetë, po Berisha nuk ka një koncept të thjesht të filozofisë politike. Gjë që është në kokën tënde, për të shkuar tek i fundit ke Partia Demokratike, duhet të kaloj disa rrath. Rama ca herë bën shkollën aty, ulet dhe me fshatarin dhe kështu megjithëse tani ka kohë që se bën vetëm kohë zgjedhjesh, po për të shkuar zoti Berisha dhe njerëzit e Partisë Demokratike, se Berishës edhe nuk duhet i kërkosh llogari më, tani është 80 vjeç, ata që e mbajnë e kanë vetë përgjegjësinë, po njerëzit e tjerë të Partisë Demokratike janë shumë larg shpjegimit të ideve që kanë. Pse? Sepse nuk kanë ide. Gjova Eldarin me drejt që thotë ide kështu, nuk ka ide ke Partia Demokratike, ka kohë që kjo parti nuk gjeneron me ide. Në fakt, Eldari, se kemi këtu dhe fletet, por Eldari këtë tha që për shkak sepse është burokratizuar, është i parti administrative, tha Eldari, duke dalë atje, në fakt fillon dhe e hap këtë rrethim të burokracisë, edhe fillon dhe futen ide. Kjo ishte ajo çfarë tha Eldari. Apo jo? Që të fillosh një lëvizje, duhet të kesh një punisht e idesh. E Kanada, për shumë, po ta shikosh, më ka ngel në mendje këtë javë shkrimi i Andi Mustafait, që është edhe përfaqësues një, le të themi, bërthame të brain gain që e ka PD-ja dhe e ka brenda. Pa ishte një tekst shumë substancial, mendoj unë, dhe më po flas me kështu. E kanë çështja shtrohet që nuk mjafton një zë i vetëm, dhe nëse ajo nuk konvertohet në një platformë apo në një strukturë apo në një program, jam dakord me ju pasaj këtu. A mund ndërhy pa... Po, edhe njërë, do jam me njërë fjallën avokatit. Problemi qëndron që më kujtoj brain gain, për shembull që është një informacion me të rinj shkolluar jashtë dhe tu kanë edhe një problem raporti i medias për hir të vërtetës se si qasët Partia Demokratike, pra si pasqyrohet Partia Demokratike. Brain gaini ka bërë disa botime në raport me ideet, propagandën dhe gjithë, dhe asnjë media nuk ka marrë iniciativën. Fatkeqësisht as media që pretendohet që është afër Partisë Demokratike, që një televizion dhe portale tjera nuk kanë pas tentativën për të pasyri vetë për ta pas se doja të përmendja emrin, po se ndoshta nuk e ka. Kemi konkurrencë. Asyri nuk e ka pasqyruar për hir të vërtetës atë lloj produkti. Edhe për të njohur, si kjo edhe për të njohur, edhe për të njohur se kush janë këta. Mjafton edhe të jenë gabuar, edhe mendimi i gabuar, mjafton ti pasqyrosh. Pra do të them që vetë Partia Demokratike së brendshmi, brenda asaj godinës së saj, ka gjeneruar dhe ka prodhuar gjithmonë ide. Është e vërtetë ajo që tha Mërtiri, pak se këtu është bërë një bunkier i 2-3 elementeve të cilët e kanë shumë të vështirë. Pyetja është, nëse është ky laboratori i ideve, puna është kush është përçuesi fundor apo përfaqësuesi i këtyre ideve tek publiku. Dhe mbetet përsëri zoti Berisha. Janë botuar vetë Berisha në çështë se kemi qenë të vëmendshëm, ka bërë disa konferenca me Brain Gain, me antarët Brain Gain për t'i promovuar këto botime. Tani unë nuk e di arsyen sepse pse sjellën kaq diferent. Unë di të them këtë, që është e vetmja mënyrë. Unë nuk po them që Partia Demokratike është një parti elitare, një parti modele dhe këto, sepse vetë skizma që u prodhu brenda një logjike të caktuar, edhe do ta pranojmë tashmë, edhe brenda sulmit të mazhorancës për të goditur një parti tjetër, është e patolerueshme për këtë shoqëri. Dhe e dyta, ne e vendosim në thelb Partinë Demokratike sepse kemi pritshmëritë nga Partia Demokratike për të bërë detyrën. Por ne nuk duhet t'i shmangemi realitetit që është. Realiteti është më agresiv, prodhon më pak ide për hir të vërtetës, siç është kjo mazhorancë që drejton për 12 vite në Shqipërinë, që
e ka shkatruar totalisht. Dhe ky betejë e madhe për Tiranën, modeli urbanistik që ka ndërtu Tirana, është modeli që ka shkatruar dhe këtë demokracinë e madhe, demokracinë e brendshme, që ne na shqetëson shumë që nuk e shohim te Partia Demokratike. Sepse është krye këput e lidhur. Janë disa shkolla komunikimi dhe sociologjike që e kanë bazuar mbi këtë, po i futemi. Por Partia Demokratike, për ta shpërthyer këtë bërtham izolimi që ka, është vetëm një mënyrë. E ka të nevojshme që të dalë duke përfituar nga perceptimi që është kriju në opinionin publik, që kjo qeverisi është e korruptuar, se vetë dosje që janë bërë, vetë thirrjet SPAK, që i ka bërë antarëve të kësaj mazhorance, perceptimi publik është që kjo qeverisi është e korruptuar. Tashmë politika ju e dini shumë më mirë se unë, është perceptim. Po perceptimi publik për opozitën cili është? Media kërkon ta përthyë këtë perceptim. Qoftë me këtë ligjin e barazisë gjinore që bëri, qoftë duke vendosur Partinë Demokratike në grykën e topit, pra kërkon ta thyë këtë perceptim dhe po bën pamundur për ta thyer këtë perceptim. Çfarë ka ngelur Partisë Demokratike përballë këtyre frengjive që godasin nga gjitha këndvështrimet? Së në thelb, ju vërtet po godisi Partinë Demokratike, por po godisi 550.000 votues. Dhe Partia Demokratike në thelb sot ne trajtojmë si realitet administrativ. Por, e vërteta është nuk është të tillë. Të betojmë që nuk jemi goditës. Nuk e kam e kam tek logjika. Pastaj, ju kthyet liderit Partisë Demokratike. Kush lider ka përvojë politike sot më shumë se Sali Berisha, i cili ka prodhuar kataklizma, ka prodhuar rrëzim pushteti, është ngritur pushtet, në fund fare ka prodhuar dhe qeverisjen më të mirë deri tashmë politike. Kush e ka këtë akses? More mbajeni sa më shumë, sa më gjatë. Bile unë tisha si juve unë i lutë që a Zotit ditë për ditë jetë mbajt sa më gjatë. Sa më gjatë aji, sa më gjatë aji. Bisedën të një se kishim, po mirë më mirë ishim shumë lartë. Kjo është e keqja tani, se juve i ngrini bisedat lartë, edhe juve flisni për ide, ju flisni sikur Shqipëria, do më thënë është lider i botës edhe idet këtu prodhohen. Në fakt, ne jemi një ndër vendet që i kemi të gatshme idet, i kemi të gatshme se kanë para nesh kanë ecur shumë forca politike, vendet janë zhvilluara, janë bërë, janë tepër të avancuara në raport me ne dhe idet janë, gjitha që i ke të gatshme, i ke edhe për libra, i ke edhe për puna është si përthyer në realitetin tonë. Problemi është tani që këto ide, kush do t'i zbatoj? Dhe kur vjen problemi tek zbatimi i këtyre ideve, ne tani hasim disa gjëra që për hir të vërtetës duhet i themi siç janë. Është e vërtetë që Partia Demokratike 500.000 vota i merr. 500.000 vota i merr në çdo lloj situate. Ndash jetë Saliu kryetar, ndash mos jetë. Janë ndarë kampet. Janë ndarë në këtë vend, edhe neve jemi vend konservator në këtë pikpamje, që votën nuk e ashtu dot. Po ju qepëm Parti Socialiste bje fjala, le të bëj qatë doja i, more jo korupcion dhe stërkorupcion. Votën prapat jegemi neve. Sigur se Partia Demokratike i ka votat e veta. Problemi është tani, analizat duen bërë, që këto vota që kam patur, si kanë ardhur, dhe kur shohim që 10 palë zgjedhje, humës të rend, dhe nga humbja në humbje, dhe gjithmonë me firo, bje fjalla këtë radhë, patën firot jashtë zakonshme, 300.000 vota më pak të mara. Pra, kjo do të thotë që këtu... Bashkë me LSI-n 300.000 vota. Po pikërisht është që opozita flasim e se të bashkë kanë bërë, gjithmonë bashkë kanë qenë. Pra, duke qenë në këtë situatë, atëre duhet ta qojmë thikën atje në ashtë. Qarë është? Ku është ashta? Ashta është që drejtusit e Partisë Demokratike, duke filluar nga Sali Berisha, dhe të tjerët me radhë, tek Flamur Noka, tek Albana Vokshi, tek të tjerët, që nuk ka Belind Këlliqi, tek Balliu, Qurifariut, e tjera me radhë, i përkasin një bote krimi, një bote që janë me precedent të rend edhe atje në SPAK kanë dosje të hapura. Dosje shumë të forta. Berisha bje fjalla, është në gjyq,
ti e ke në gjyq për korrupsion të lartë shtetëror. Dhe i vete paraqitet çdo javë atje tek Spaku dhe vete në 2 javë në gjyq. T'japi llogari për këtë korrupsion që ka bërë. Por nga ana tjetër, mbi supet e tij është barra e rende non gratës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ati i kanë vënë nofka nga më të rendat që mund të ketë për një njeri, do më thënë të thjesht, lere me për një udhëheqës që do të pretendoj të vijë në pushtet. Sepse i thot vrasës i demokracisë, po t'jesh vrasës i demokracisë, e të pretendosh të vishë në pushtet bësh demokraci, të thuash mi korruptuari nga si familje edhe i ka korruptuar gjithë sistemin atje në kohën që ka qenë në pushtet, po edhe mbasaja, edhe ti tani të pretendosh të luftosh korrupsionin, të thuash njeri që ka vrarë sistemin e drejtësisë, ka ndryrë rend sistemin e drejtësisë e tjera, dhe ti të pretendosh që ky njeri do të bëjë reformë drejtësie e tjera, kështu që duke patur parasysh ky populli shqiptar këtu, që juve mendoni se do ta mbysni me ide, ata idet tonë mbaj për vete, por pastroj njerë këtë kënet të qelbur këtu, pasi ta pastrosh të kënet, atëre byrë më thot. Tani qa do bëjmë protestat? Protestat do bëjmë atë që kanë bërë gjithmonë. Është një film që ne kemi parë. E kemi parë këtë film muaj për muaj, vit për vit, kaq vjet me radhë kemi parë. Dhe çfarë pam na protestat? Pam atë që u katandis kokoshi një thel. Dhe pse? Sepse ata që votojnë, ata nuk vinë protest. Se ata e din që protesta është e Saliut. Protesta është e non gratës. Protesta është për të shpëtuar 21 janarit Saliu. Protesta është që Saliu t'i bëj presion drejtësisë e Spakut e tjera për korrupsionin e lartë atje që rrezikon 12 vjeçën, tani se po mbaron gjyqi e tjera me radhë. Kështu që ata dinë që këto janë protesta që i bën familja e Berishës dhe familja e Berishës mbahet fort pas këtyre protestave se atë si ka ngelur gjë tjetër dhe përjedhoi ata që janë, domethënë antarë të Partisë Demokratike, zerat e mirë atje pozitive tjera, o japin dorëheqje, o dalin, domethënë siç dalin të tjerë që kanë dalë zera plot, edhe thonë, po ky do iki, ky apo nuk do iki. Po nuk u qirua Berisha, mos shpresoni juve do fitoni gjë me protestat, mos shpresoni kur që do bëhet në këtë vend rotacion e do vini ndonjëherë në pushtet. Prandaja, synimi kryesor është ky. Jo, nuk e kam fjalën për atë, edhe unë kam Ledari, po e kam fjalën për edhe për ato që tha faktikisht Ledari, dhe mbase ashtu i takon atij se do që opozita të ngrihet e tërë, duam neve që opozita të ngrihet dhe të vetë vendi me opozit. Po në situatën që jemi, ne opozitën e kemi të vdekur. Zeri opozitar nuk përfaqësohet në Shqipëri, nuk ka përfaqësim. Zeri opozitar në Shqipëri, për fatin e keq, ka një leadership, në thonjza do thoshja unë, kriminal, që është zhytur keq në krim, edhe përjedhoj nuk mund të udhëheqësh kurrë kurrës kur je i zhytur në krim. Më kujtoj kur ndodhen këto në Serbi, këto protestat e famshme në Serbi, po lexoja një intervistë kryetares së drejtave të shoqatës drejtave të njerëzit në Serbi dhe edhe atje për shkak që qeveria ka në kontroll gjithë retorikën publike, roli i opozitës fragmentarizohet, dekonstruktivizohet totalisht. Dhe në një vetëm një gjë. Protestat Beni mund të sqaroj më mirë. Nuk janë protestat të thirrura nga partitë opozitare. Janë nga qytetarët, por gjithmonë partitë opozitare atje janë më keq se sa në Shqipëri, në kuptimin e edhe kjo që po tham unë te Partia Demokratike vërtet është Partia Demokratike sepse është një realitet që unë nuk e shmang dot. Kjo është e kam kritikuar më shumë se kushdo, por nuk e shmang dot, ky janë realiteti, e kanë zgjedhur të tjerët, është fuqi tjerë, këto zgjedhje duhet ta them kush merr vesh nga vota, nga politika, e di shumë mirë se 550.000 vota. Zoti Berisha tha do e kapim djallin për Brirës. Pyetja është tek PD-ja, kush e ka për Brirës? Duash mirë unë, po se duhet jemi racional kur të flasim. Pyesni këtë duash 550.000 vota që mori në 11
maj këto zgjedhje mori koalicioni i opozitar që kryesojnë nga Partia Demokratike, realisht vuri për shpalla për muri këdo. Kush e njeh politikë? Nga aspekti opozitar. Vuri për shpalla, sepse Po 83 vende në parlamenti vuri me shpalla për muri. Po çfarë vuri me shpalla për muri më pa ka marrë 83 vende në parlament. Çfarë thua ti? Kush janë? Ngrit populli në Serbi, lutem, vetëm ta mbylla, nuk ndërhyj. Serbi vetëm një ngrit populli tani, ngrit populli disa herë dhe s'përzojnë dot. Po nuk po rrezojnë dot. Populli në Serbi nuk ngrihet në qoftë se një shoqëri dhe pjesa salutare e vendos opozitën në siklet, është një shoqëri që përshkon drejt asfiksimit vetvetes. Ne duhet t'ja njojmë pa diskutim defektet opozitës, por se është defekt, më nuk është defekt, defekte i quhen këto. Si fatkeqësia këtij vendi është opozita. Mirë, le ta bëjmë kështu. Kjo opozitë, kjo është qendroj. Pse nuk krijojmë shtigje që të krijohet një fluks i ri tjetër opozitar? Po shkojmë po e vrasin. Këta e vrasin. Po pikërisht më ti, po ja veti tani, veti këtu në këtë tryezë. Një minutë. Opozitat lindin, lindin nga vullneti natyrshëm. Lind bahen edhe do të themi tani bahen edhe nga loja politike. Duhet të jesh koherent në ato që thoni. Partia e Reja para zgjedhjeve i sulmoi Sali Berisha i pari. Bashkë me Edi Rama bërë një kod zgjedhor që këta mos marrin vota fare. Dhe në fund fare tha shikoj jam vetëm unë para Ramës, më jepni mua. Kodi zgjedhor ka filluar që 2008-ën, iku ajo kodi zgjedhor. Jo, bën bashkë. Po pse tani ne duhet ta bëjmë vërtet para që dolen nga opozita re e mundin Sali Berishën? Po të bëj një analizë. Ja vetëm një analizë të thjeshtë. Vetëm një analizë të mundin Sali Berishën. Po mirë, po ja një sekondë. Gjithçka ka filluar, po ja, filloi në përmbysjen kur filloi sistemi pluralist, më thuj kush e konkuronte ose cili pushtet alternativ kishte bosi politik. S'kishte. Të gjitha pushtetet alternative, media, biznesi, gjithë u krijuan nga këto dy bosa, qoftë majtas, qoftë djathash. Këta e kanë sistemin. Një sekond. Ne du të flasim kushtet që ndodhemi. Problemi është këtu. Ky poli kthej me zotin Berisha. Zoti Berisha, mirë, nga opozita asnjë nuk e mund Berishën. Pyetja është, a mund Berisha dot siç tha në 2021-shin, kur u hodh në betejë kundër Lulzim Bashës, tha ky është lider i thyer, çu tha apo jo? Atëherë, jam unë ai që e mund Edi Ramën. Tani, e mund Edi Ramën Sali Berisha, apo nuk e mund Edi Ramën? Kjo është pyetja. Me që e bëm personale do Berisha Rama. E mund apo nuk e mund dot? Nëse do një logjikë ato që fara unë mendoj sinqerisht jashtë çdo lloji agjende është që këtë e kam edhe të mësuar nga librat, nuk e, por edhe e besoj. Herë pikëpari regjimet nuk shemben nga jashtë. Filozofikisht dhe duke marrë gjitha perandorimet. Shemben nga brenda. Shemben nga brenda. Unë e shoh një qeverisje autokratike që do bjerë vetë. E rrëzuar totalisht. Është keqësisht e rrëzuar. Po kemi thënë që unë e shoh kush e shtyn. Pra edhe pse shihni ëndra diell juve, kjo është e keqja juaj. Se shihni ëndra diell. Niveli i ekonomik just edhe sot i stati sot nxori listat. Po. Ai sa i nxorit manipuluara, imagjinoje që nuk i ka të vërteta. I nxori është gjendja katastrofike. Shqiptar. Po pa diskutim. Por ne sa pa me raport progres raportin mëre. Por ne partia dëgjuam atë më atë totalisht. Shif sistemin arsimor në Shqipëri e ke të rrëzuar totalisht. Më thuni për çfarë arsye duhet zgjasi kjo mazhërancë që ju zotëri dhe shërbëtorët një orë më parë më burr. Problemi më mirë. Për çfarë që të vi Saliu? Se i bën mirë. Si thua, i bën mirë. Është drejt që kjo qeveri duhet zhduket se edhe progres raport tash nuk është ndonjë tregues që të Po jo, nuk është vetëm progres raporti. Nuk është vetëm progres raporti. Neve në një listë nuk duhet tregojemi, kritizerët smur nuk duhet tregojemi, nuk është problemi se kjo është qeveria shembull në të gjithë Europën, por qeveria progresive që ka rritjet jashtëzakonshme, nuk e mohon dot askush në të gjitha llojet e fushave. Arritje në të gjitha fushat. Jo në të gjitha fushat. Jo thjesht vetëm për të bërë krahasime. Ku në infrastrukturë ka sa të duash, në turizëm ka të jashtëzakonshëm. Nuk krahasohet kurrë në kurrës. Të vinë 13 milion turistë në vit me 500.000 që na vinin. Jo nuk është kjo. Në fushën e rendit, në fushën e sigurisë e tjera me radhë. Nuk jemi me që të kemi frikë dalim në rrugë se na vret kriminali. Në fushën e rendit kur ne kemi raportet ndërkombëtare që thonë tu mafia po lulëzon.
Jo, lere tani, lere, nuk është një, e para njerë që s'ka mafje. Po si s'ka mafje? Po s'ka mafje në shi, mafje janë teoritë tona që duam të baltosim veten ton, vendin ton, kombin ton, e kemi këtë neve, neve nuk na sulmon mene Serbia. Se në Serbinë e kemi Tiranë tani. Ka grupe të organizuara kriminale, këto të grupe fuqishme. kanë qenë. Të fuqishme. Këto kanë ekzistuar, po luftohen. Po luftohen fort. Po luftohen fort i kërë burg të përjetëshëm. Kurse parë ne i kishim jashtë këta. I kishim jashtë, edhe shetistin jashtë, edhe të vrisë sa herë donte ai. Edhe i bënte vras edhe pagesë të tjera. Nuk themi që lindë sot edhe ai kriminali. Shteti nuk i ka luftuar. Përkundrazi këta. Po kush i bën tash? Kush i fut në burg? Kush i fut në burg? Shteti me drejtësiere. Spaku i fut ka 300 ca lista arrestimesh, 40 ka arrestuar policia. Tash policia s'do t'i arrestojë. Po jo, nuk është. Jo, nuk ka shifra këto. Këto flisni, jo. Po flisni kot. Përkundrazi. Edhe ata që i ikin jo janë drejtim të paditur, kur s'ka ndodhur ndonjëherë, që edhe vende që ne nuk kemi marrëveshje fare, ekstradimi, po na i sjellin këtu, kriminalët e tjera me radhë. Pra, në fushën e luftës kundër kriminalitetit ka sukses të madh. Në fushën e turizmit, sukses i madh. Në fushën e infrastrukturës, sukses i madh. Ka, nuk mund të krahasohet, më thënë. Kjo gjë, edhe jo pa qëllim neve i mbaruam atje negociatat po i mbarojnë. Në fushën e korrupsionit, po, ka arritje. Ka arritje edhe në fushën e korrupsionit. Ka arritje, nuk në fushën e korrupsionit. Ore, po jo tani, varet me çfarë syri e shikon. Se unë e shikoj me syrin që kur më privatizove bankën kombëtare, kur më privatizove Alpetrolin. Jo bankën kombëtare, bankën e nivelit 2, bankën e kursimeve. Bankën e kursimeve. Kur më tregtare, kombëtare, po. Kur më privatizove Armor, kur më privatizove hidrocentralet, kur më privatizove Kromin, po janë miliarda, ti më flet mua nashti për thërrimet, që po ndodhin tani. Tani ka thërrime. Po është ka vetëm thërrime. Është në hetim. Çfarë? Cila? Treçeve qeverisë. Njerëz më të afër te Tiranës. Po çfarë janë? Çfarë janë? Si çfarë janë? Çfarë janë këto? Janë vetëm nuk bëjnë dot asnjë të 10-ën e bankers petrolit. Asnjë të 10-ën, tëra këto të paras bashkë. Po pse më fal? Atëre, si mund të thuash ti tani korrupsioni që nga nami sot? Jo, sot janë tëra mekanizmat që po luftohet, por problemi është që ne zero nuk e bëjmë dot, se nuk e bën zero, s'po e bëjnë edhe vetëm në zhvilluarat e Europës së botës. Berandoni nuk ndryshon dot kur është debati me zë të lartë shumë. Nuk është puna, po jemi shumë larg realitetit, avokat. Deri në janar të këtij viti, se redarja çoi pak duke i shkuar peshore ke Partia Demokratike, po ashtu, po problemet e vendit i kemi gjithë kurisë. Deri në fillim të këtij viti, për një vit, ka ikur 10% e popullsisë, referimi në statit, që do të thotë, të lutem mos ashtu, që do të thotë, është fuqi e cila instalohet për zhvillimin ekonomik. Dhe ju e dini që zhvillimi ekonomik bëhet me fuqi punëtore. Ky është tregues se ne nuk ecën shumë gjëra. Të them diçka, reforma arsimore që ne ka ngecur. Çdo vend po mirë, pse ikin këta 10%? Si thoni juve, pse ikin? E para mungesa e shpresës. E dyta po se ke drejt këtë gjë që e thua. Absolutisht nuk e ke drejt. Pse se ke drejt? Po në Italia pse ikin? Në Italia që vjen në Amerikë. Pse vjen në Kanada, në Italia? Po në Greqia pse ikin? Masiv ikin. Sepse është situata. Se duan një jetë akoma më të mirë. Vjen edhe kthehen. Pak shuhesh është populare tani mos. Të lutem, se nuk e 10%. Nuk marrim ikën 90%, në ikën 90% e po të sundiem. japim referime zyrtare. Shëndetësia ka probleme pa fund këne. Të jashtëzakonshme. Mos të merremi thjesht me sistemin e parë. Gjithsesi, urgjencat i kemi kudo moderne. Krevata e batanie, dyshek e tjera i kemi tera, se i merim në shtëpia e tjera.
Po prandaj të mëti. Ore, po nuk bën dot me njëherë. Nuk bën dot me njëherë. Do mblesh të mbaroj. Po dakord jam, po aman tjerë, jo nihilist, jo kritizer të smur. Po hidhi sytë edhe si ishim edhe ku jemi. Nuk hedhim dhe gjithë duam Shqipërinë. Pa rrit kuptosh e diçka thelpsore. Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut, më pak Malizi, po futen për konjunktura në Bashkimin Evropian. Në referimet që ka bërë Bashkimi Evropian për mënde infrastrukturën, Shqipëri si duhet më shumë se 80 vjetë të përshtatet me nivelin tani të infrastrukturës. Dhe atë shifrën që jepni realisht ju për turizmin, ajo kanë nxjerrë probleme pa fund tonat. Shërbim, infrastrukturë... Shumë mirë, po do më zdo. Se kur dali probleme do zgjidhen, po doli problemi do zgjidhen se s'bën, do zgjidhen. Në qofë se ju e bëni kaq pozitive dhe Eldari këte e bën kaq negative, tani kot sa flasin për këtë vend. Atëherë e vërteta duhet jetë diku në mes. Qoftë se kemi dy skaje, vërteta është diku në mes. Këtë po ju themi, më fal. Në këtë moment që përmend integrimin e Shqipërisë dhe me tërmend majoranca socialiste e ka si moton e këtij mandati. Keni parasysh një gjë të madhe, që me modalitetin e ri francez po hapen kapitujt, po kapitujt ne nuk hapnim dot as kapitullin e parë. Ndërsa vetëm keni parasysh atë që cilësoi dhe zoti Rama, dhe ja u kam thënë dhe këtu Alban, a dini cili është kapitulli më i vështirë i Shqipërisë? Është kapitulli i mjedisit. Ne nuk e mbyllim dot as për 150 vjet po të shkojë. Po janë konjunkturat e Bashkimit Evropian. Ato të cilat patjetër që do mirë, po domosdoshmë po të tërë kështu kanë qenë kur janë futur, nuk kanë qenë do kalojmë publicitetet dhe do vazhdojmë këtë bisedë do kemi. Edhe Kroacia akoma ka gjëra që skrasohet Kroacia. Po mirë, po si ka plotësuar dot. Nuk është hera e parë Ben që për arsye politike dhe gjeostrategjike Europa pranon vende të reja edhe pa i plotësuar të gjitha kushtet. Apo jo? Kjo është, domethënë në këtë lloj kuptimi ne shqyqyr që i kemi këtë shansë. Nuk bën ato për 4 vjet. Këtë po themi, po që ta idealizojnë... Se ti do gjë 3 herë Shqipërinë, e bere flake tym, edhe tani kërkon që se s'po futemi në Bashkimin Evropian. Problematikat të cilat janë dhe duhet i theksojmë, dhe unë për shumë gjithë të ja u thash për diçka, që ju nuk ma latë bënim sintezë. A dini cili është problemi Partisë Demokratike dhe një opozite që duhet lindi. Cili është? Duhet kryojmë frymë. është gjë më thjeshtë e botës. Po kush e kroi frymën? Ne po flasim ne, për atë po diskutojmë që të krijosh frymë. Më njëherë. Vetëm do kalojmë publicitet deri rikthehemi pas pak. Në seancën plenare të sejntes së 6 nëntorit, Kuvendi i Shqipërisë miratoi projekt ligjin për barazinë gjinore, një hap që mazhoranca e përshkroi si historik për shoqërinë shqiptare, ndërsa opozita e priti me rezistencë të fortë dhe as nuk e votoi. Megjithatë, përtej debateve për përmbajtjen e ligjit, qëndrimi dhe përdorimi i retorikit çështjes morën për masat diplomatike, kur Sali Berisha akuzoi ambasadorin Silvio Gonzatos se po përpiqej të impononte besimet e tij personale mbi shoqërinë shqiptare, në veçanti për çështjen e identitetit gjinor. Ambasadorit Bashkimit Evropian i them kaqur. Zotëri, ne absolutisht respektojmë orientimin seksual të të gjithit, të çdo njeriu. Por përpjekjet tuaja për të imponuar shoqërisë shqiptare standarde të përkatësisë së shumëfisht gjinore, të gjinisë në diversitet të gjerë, përveç asaj binare, edhe i them këtu, edhe në statusin tënd ti je binar. Ne nuk merremi ne me trajtimin, ka fëmijë, ka patër grua, ka marrë vendimet e veta mrapa siç ka shpjeguar jetën personale, se unë s'duhet merrem me jetën e tij personale. Fare, s'duhet merrem. Pra, kështu që ligji s'ka asgjë të përbashkët me asnjë, le të thotë shqiptarëve, cila direktivë e Bashkimit Evropian, le të thotë të dalë t'ja u lexoj aty, cila direktive Bashkimit Evropian bën fjalë për përkatësi të shumëfisht gjinore. Kjo deklaratë nuk kaloi pa u vënë re as jashtë kufive të Shqipërisë. I shpejti ishte reagimi i komisioneres për zgjerim Marta Kos, e cila përmes një postimi në X e cilësoi deklaratën e Berishës si të papranueshme, duke theksuar se barazia gjinore dhe mos diskriminimi janë pjesë përbërëse së drejtës së Bashkimit Evropian. Pajtimi me këto standarde është pjesë e procesit të integrimit evropian. Kjo nuk është kërkesë private e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm.
Më pas, në presionin e kritikave dhe reagimeve publike, Berisha deklaroi për media se nuk e kishte fyer ambasadorin me qëllim, por kishte përdorur një deklaratë bërë nga vetë ai, dhe nëse ajo konsiderohej fyerje, ai ishte i gatshëm të rikonsideronte qëndrimin e tij dhe të kërkonte falje. Gjëja më e thjeshtë për mua është të kërkoj falje. Por në qoftë se ambasadori Gonzato një deklaratë të bërë publike vetë se kam qenë i martuar dhe djalin e vogël e kam 31 vjet dhe tani jetoj me një partner ose jam i martuar me një burr. Dhe kjo deklaratë u përdor nga unë në mënyrë absolute, pa asnjë intencion fyrje, sepse unë jam autori një ligji që i ka dhënë fund në mënyrë përfundimtare çdo formë diskriminimi, se si që nga fyrje kjo, unë nuk e konceptoj. Kam përdor një deklarat, një gjë që e ka thënë vetë. Po në qoftë se ajo e konsideron këtë fyrje, atëherë unë sigurisht do ta rikonsideroj qëllimin tim. I kërkoj të falu, s'kam asnjë hezitim, por nuk ishte për fyrje kjo. Ndërkohë, ditën e sotme Partia Socialiste kërkon ndërshkimin e Berishës për sulmen ndaj ambasadorit të BE-s. Në një kërkesë drejtuar Sekretariatit të Etikës, socialistët kërkojnë përjashtimin nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare deri në 10, 30 apo 60 ditë. Në argumentet e socialistëve thuhet se deklaratat e Berishës ishin fyese, denigruese dhe diskriminuese ndaj diplomatit evropian, duke cënuar jo vetëm dinjitetin personal të tij, por edhe imazhin e institucionit të kuvendit. Ky veprim, thot Partia Socialiste, përbën shkelje të rëndë të etikës dhe cënimit të drejtë për drejtë të parimeve të sjelljes së deputetit të përsaktuara në kodin e sjelljes dhe në rregulloren e kuvendit. Kjo përplasje erdhi pikërisht në ditën kur Parlamenti miratoi projektligjin për barazinë gjinore, për të cilin mazhoranca thekson se forcon rolin e grave dhe barazinë gjinore, ndërsa opozita e sheh si kërcënim për strukturat familjare tradicionale. Në fakt nuk do të futemi të debati i ligjit për barazinë gjinore, Reldar, por një moment prandaj e përzgjodha këtë moment të zotit Berisha, sepse që nga zgjedhjet e 11 majit, që pretendoi që janë të vjedhura, dhe është masakra më e madhe tha që është bërë në Shqipëri në lidhje me zgjedhjet, janë të delegitimuara e të gjitha gjërat me radhë. Premtoi që do të kishte le të themi, një marrëdhënie intensive me kancelarit perëndimore për të çuar përpara ato kauza që opozita i quan të drejta, që janë zgjedhjet, që është korrupsioni në vend, që është ndryshimi i qeverisë, që Edi Rama nuk është një partner i besueshëm, por është një njeri i korruptuar që ka zgjeruar pushtetin e tij në këtë vend e tjerë e tjerë. Të gjitha këto i prish brenda një dite, duke sulmuar ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe nga ana tjetër, se po t'ishte vetëm njërë mund t'a quanim edhe një lajthitje të momentit, por ishte 3 herë që përsëriti, dhe nga ana tjetër bashkëpunëtorët e tij sulmojnë edhe zonjën Kos sot, natyrisht edhe Gonzaton. Si e shikon këtë moment? Tani ja vetëm bëj një ndërhyrje se më kapi veshin pak një tek Beni fjala ku zoti Andoni ku më tha Reldari po e qën ujë nga Partia Demokratike. Që ti jap një shpjegim kësaj se është e vërtet që unë po e bëj këtu, që tentoj që Partia Demokratike të jetë në qendër vëmendjes, por për një arsye të vet. Pse duke parë këtë realitet, siç është, se ne gjithë këtu jetojmë. Shiko jetën intelektuale ose intelektualet në shoqërinë shqiptare, të cilët janë anonim fare ose të heshtur totalisht. Nuk ke një analizë, një studim, për shembull të Universitetit të Ekonomisë për klimën ekonomike në Shqipëri, ja për taksat në Shqipëri, një debat publik, një konferencë shkencore. Kalon sektor tjerë të bujqësia tjetër. Pra kemi një jetën intelektuale të rrallë. Shif mediat, televizionet kombëtare, kudo, të gjitha televizionet në Shqipëri janë mbledhur, janë një trekëndsh, Sheshi Skënderbej, Bulevardi dhe selit e partive kaq. E vetmja mënyrë është që, dhe nga ana tjetër, ke 10.000 shifrën që tha, po unë pretendoj që është akoma dhe më e madhe, por Instati thot kaq. Të njerëzve që largohen. Ke një boshatisje totale, një boshati unë vetë nga një qytet i vogël i Shqipërisë, nuk shoh më çuna të ri, fare asnjë. Qartë. Pra shoh një klim shumë dhe vetmja gjë thamë unë cila është siguresa që mirë e keq aq sa bën. Në atë mënyrën e vetë, me gjitha probleme që e bën, ndaj kësaj autokracie.
Partia Demokratike, jo opozita. Tani, Siguresa vetë pyetja ime është që e mban retorikën anti-qeveri për hir të vërtetës me gjithë infrastrukturën që ka, gjithë mekanizmin që ka Partia Demokratike. Po i kthem, Kjo më detyron mua që të them që ta forcoj këtë sigurisë. Po s'ke nevojë të justifikosh, s'ke nevojë ti je një njeri i cili sa të njohë që ndjaftas, je në rregull në pozicionimin tënd. Kështu që nuk ke nevojë të justifikohesh gjatë për këtë. Jo, duhet Ajo sepse unë pyetja ime Reldar, ekstreme. Unë mendoj që futem në debat intelektual. Avokat, Reldar, pyetja ime është tani, domethënë, ne dim që qoftë Partia Demokratike, qoftë zoti Berisha, janë në një pozicion delikat përsa i përket Bashkimit Evropian po flas. Edi Rama shikohet si një personazh i besueshëm, si një lider i besueshëm, si një personazh kyç për këtë situatë të ekuilibrave gjeostrategjik këtu në rajonin e Ballkanit e të gjitha gjërat e Ka qasje nëse do të merremi me Pse duhet të futej në këtë luftë me ambasadorin ose më saktë të krijonte këtë incident me ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe me me Komisionin e Europian dhe me zonjën Kos. Unë mendoj që sa i përket Ramës në partneritet me ndërkombëtarët, atë ta tregoj 2 muaj, 3 muaj më para raporti i Departamentit Amerikan Shtetit, i cili ka indeksin më të saktë në botë. Në qoftë se e ke lexuar me vëmendje atë raport. Rama është shumë keq, e them ndryshe. Rama është shumë keq me të gjithë. Raporti që ishte Ky pse do bëhet keq me të gjithë jashtë? Që bëri zoti Berisha në raport me ambasadorin është sipas informacioneve dhe realisht kjo është e vërtetë, është një shqetësim shumë i madh edhe i Kishës Katolike, edhe i komunitetit musliman, ku pretendohet ose ka zëra që ndikimi drejtpërdrejt i ambasadorit ka ndikuar tek ky ligj që u tani ato mund ta përgënjeshtrojnë informacione që kanë. Pakmën Kisha Katolike sot reagoi në mënyrë të fuqishme, edhe nga burime shumë të brendshme është që kanë qenë shumë të shqetësuar për hir të vërtetës në raport me këtë ligj është. Jo Kisha, ose ngatro Kishën me element caktuar të Kishës, të cilët janë pranë jush. Janë takuar drejt për drejt me kryetarin e grupit parlamentar Partisë Socialiste, i cili pa thënë që nuk bëhet fjalë për këtu. Pra unë kam burime shumë të sakta dhe Sali Berisha nuk ka bërë asnjë gjë, thjesht e ka komunikuar si shqetësim një gjë të tillë. Kjo është mënyra e keq interpretimit që ju bë këtij shqetësimi nga të kreu të Partisë Demokratike Shqiptare. Kam një konstatim. Më çudit në Shqipëri që kur thuhet Majtas është turp dhe kur thuhet Djathas është nder. Ideologji. Jo, është, domethënë, ti je afër gati lapsusit freudian, por nuk e thua. Çdo orientim ideologjik është legjitim, po do them diçka, je i gabuar një konstatim. Nuk po them për kolegët, çfarë bën Ergysi, çfarë bën Çipa, çfarë bën Albani nga në vetë, çfarë bën avokati. Personalisht, prej vitesh kam një rubrik pa para, që ti jesh i sigurt, në javë, ke një nga organet kryesore, ku ke shkrime kritike të filozofisë politike dhe si duhet bërë. Ke shkrimet kolegëve tjerë edhe më të mira se të mi, në ekonomi, në arsim, në kështu. Pse nuk i merrni? Dhe tani do idhem ke një gjë tjetër, do të bëj një kundërpyetje. Nëse zoti Berisha do ishte sot në fuqi, dhe Bashkimi Evropian për shkak të akuisit që i duhet ky ligj që ne të përshtatemi, do e aprovonte apo jo? Ma thuaj ndershmëri. Pa diskutim pa. Me direkt. As nuk bëhet fjalë. Sali Berisha pikë parë mënyrën se si e ka nxjerrë si konservator, ai ka pranuar. Ai ka konservator. Si e dali, nuk është fare është liberal totalisht. Liberali qendrës djathti, totalisht liberali qendrës djathti. Ai e ka bërë. Por Sali Berisha është politikan pikë parë. Është kryetari i Partisë Demokratike, por është dhe politikan. Termometri social. I referuar të paktën të gjitha indekseve, si që ka marrë për një partije merë, nga rrjetet sociale, nga burimet të ndryshme, nga kleri katolik, nga kleri i besimit musliman, Bektashi, të gjithë. Pra duke parë këtë termometër,
pa diskutim ka bërë politikë dhe shumë mirë ka bërë që ka Jo, bërë jo, politikën ta bëj, po pse duhet futej në konflikt? Pse duhet thriste në kaos ambasadorin? Kjo është pyetja. Pse duhet thriste në kaos ambasadorin dhe pastaj edhe Marta Kos? Të gjitha burimet i referon se ti jam gjë madhe. Po pse hipokrizia është politik? Kjo është hipokrizi. Kjo s'është politik, kjo është hipokrizi. Është i nxitur, Derisa ti ke qenë ndryshe nga dje sot. Tani bëhet ndryshe. Ai tha që ky po e shtyn përpara këtë për shkak të orientimit tij seksual. Unë së gjohë si u e thashtë, a i tha unë respektoj orientimin tij seksual. Seksual tha por familja. Po pra, çfarë do me thënë kjo? Do me thënë që e ke shtyr ti. Po nuk e feu. Pse duhet të respektoj unë të të fus unë ty në një debat që kam për një ligj? Do me thënë unë të them ty shikoj unë të respektoj ty po mos më ngacmo mua te kjo që po bëj nda jeti. Unë mendoj që Sali Berisha ka komunikuar ashtu siç duhet ka detyrën realisht për të komunikuar shqetësimin e të gjithë partnerëve që kishten këtë rast dhe termometrit social që ka parë dhe si që pa dhe në kauzën e tij opozitare i bën mirë apo i bën keq një përplasje. Kjo është pyetja. Për këtë Berisha në fakt ka bërë ligjin antidiskriminim që është edhe më i keq se ky. Sepse ai ja hap derën gjithë gjërat që ndodhin që edhe vetë zoti Berisha këto. E pranoj. E pranoj, po ai thotë kanë bërë mirë. Dhe madje kërkoi dhe ndjes. Shiko, unë mendoj që ajo që ndodhi me zotin Berisha ishte edhe një kurth parlamentar, se nuk është se adresoj në një mënyrë tillë. Po flasim për politikanë më përvojë sa Reldari. Shumica ishte për mua se Shumica e futi në kurth dhe e tonalizoi këtë gjë, e bëri çështje. Ndërkohë që ai vetë se kishte në mendje këtë gjë. Dhe më fal lutem. Tash se ne lexojmë kjo një gjë që ka ndodhur dhe fakti që ai reflektoi më njëherë se kërkoi ndjes para kamerave. Jo, kërkoi para kamera. Më vjen keq. Bile tha, unë kërkoj ndjesë. Në qofë se është fyrë, tha, edhe mund të kërkoj ndjesën, se kam problem kërkoj, është gjëja me letë. Të vetë ambasadorit... Praktikisht unë s'par fyrje, në të nuk e duhet di se ku ishte fyrje. Shiko, Shumica e kapi, këtë gjë, i bërin kur dhe e përdori dhe i dha efektin. Sepse mori reagimet e një pasjeme dhe institucionalizoi reagimet. Ai mund ta kishte kursyër, po. Sepse u merresh fare me atë. Por ai mund ta kursente, ta evitonte, sepse normalisht fakti që del komisionerja e Zonja Kos, edhe me në mbrojtje ambasadorin, edhe e konsideron skandalin një tillë. Tani jo po e sulmuan dhe bashkëpunëtorët e tij sot. Ambasadori britanik. Ka që thjesht është, nuk është e thjesht. Mund të jetë keq. Tu problemi është që ai asnjë nuk bën se bjen kurth. Jo, s'bjen kurth asnjëherë. Bëni gabim që thoni që Saliu bjen kurth. Nuk bjen kurth ai. Ajo është në kuadrin e asaj që ai do të krijojë klimën e akullt. Ai do që të fitojë Jo, ai do klimën e akullt, ta mbaj akullt gjithmonë atë që ky vend mos futet në Bashkimin Evropian. Edhe që ky vend, domethënë, të jetë të qëndrojë gjithmonë shumë mbrapa. Dhe atë ka thënë ai, edhe me këto që bën, edhe me këto deklarime që bën, e tjera, ai këtu e ka tërë synimi i tij është këtu, se hipokrizia nuk është politik. Ti nga një anë e ke bërë ligjin për diskriminimin dhe është thuaj shumë i rëndë se ky. Dhe nga ana tjetër tani del më katolik se papa, edhe kundërshton veten tënde. Po mirë, më në rregull, ti mund ta bësh një gjë të tillë, po këtë gjë mund ta bësh dhe mund të bësh i besueshëm vetëm për qorrat që të ndjekin mbrapa qorrazi. Po jo ata që kanë logjik, ata të shterin gjithmonë. E riktheu ligjin për këtë. Dhe për caktuar për dy gjini në pasaportë. Dhe është një tendencë edhe në vende të tjera, nuk është vetëm dhe zoti Berisha mos kujtoni se nuk e ka në konsiderat këtë gjë. Kjo është në rregull. Kjo janë oportunitetet njëra në politikë se do të shkosh me një aleat të madh që të kesh mundësi. Ka dhe një problem tjetër në Partinë Demokratike, që hija e zotit Berisha, narracioni zotit Berisha, protagonizmi zotit Berisha, eklipson komplet zotin Bardhi. Dhe në këtë rast të gjithë përgjegjësinë e përballjes së ligjit dhe asistencën duhet ta përballte zoti Bardhi. Zoti Balla e futi në këtë që po themi ne. Zoti Bardhi po më kupton. Bardhi s'ishte se është i dënuar. Është në kryetare, e kupton. Po pra, nuk ishte në seancë. Po mirë, më është në kryetare, janë dy në kryetare të tjerë. E mori atë atribut vetë. Ky është problemi i Partisë Demokratike, që e ka shuajtur fare dhe pjesën demokratike të tyre për të shprehur, dhe ka dhe diçka tjetër për zotin Berisha. Prap këtu kundërshtoj Eldarin. Po të kishte fidanishte i derë si thoni ju, duhet kishte një këshilltar të mirë që të thotë,
ti sakrifikove zgjedhjet, sepse zoti Berisha ka sakrifikuar rezultatin e zgjedhjeve dhe ka thënë do futem në parlament thjesht për hir të ligjeve të integrimit. Dhe pikërisht ky është momenti që ti duhet të jesh shumë finok dhe ata dy njerëz që dëgjon, po që unë besoj që zoti Berisha nuk dëgjon, ose bën sikur dëgjon, duhet i thoshin ki kujdes për këtë, sepse nëse mendon që do ngrihesh pak, nga këto gjëra ngrihesh pak e nga pak. Unë mendoj që figura tani këtu ka nëse ka një njeri që këtë e thonë gjithë, jo se e tham unë, por edhe e shfaq publikisht. Për shembull, po të krahasosh Berishën me Ramën janë nata me ditën. Unë nuk kam parë kryeministër. Nuk vret Rama. Nuk kam parë kryeministër që e ka detyruar. Vret Rama, atë e ke mirë shumë atë. Duke qarë. Ku vret Rama? Duke qarë. Rama nuk therr një pul, jo të vrasi me mira. Ministër në brekulli këtë. E ka bërë Edi Rama. Ju e keni parë. Ministër sot është ministër arsimi. Shkoj e ofendoj aty përballë gjithë kolegëve, deputet majtas dhe djathtë, përballë kamerave, dhe kjo është fakt publik, e ka bërë duke qarë. Dhe e kanë parë gjithë. Mirela Kumbarën mësë... Po jo me qartë, po qarë lidhje kishte me këtë bisedë. Pra, po marrë dy modele të ndryshme të leadershipit, po i kthej pak, po i bi pak rreth rrotull tani ta bëj çik ta ndryshoj. Problemi që mirë kthesë gjerë, po kujtesë që Sali Berisha duke ngritur një statur shumë fort prej 30 vitesh në politikë, realisht ka edhe njerëzit që shkojnë për t'i dhënë ca ide dhe një grup idesh, janë kompleksuar, pak në ta shqiptarët janë shumë të kompleksuar. Kjo është një realitet i madh. E dyta, duhet ta themi edhe atë, Sali Berisha vjen nga jeta akademike, i bërë. Është i bërë i herë. Pastaj është fut politikë. Ka 40 vjet të sjell leksione. E zbuloj. Po lere i bërë, kube, cili sistem u bërë? Këta njerëzit e tjerë. Në cili sistem u bërë? Nuk i afrohen intelektualisht. Po në cili sistem u bërë? Folë këtu, ojltar, se ju e me luftoni atë sistem. Reldar, regull, emri nuk ja regulloj do. Tani, kur u bërë të zi botës akademike, ore, qytetari qytetar. Ka studuar në Franca edhe. Po qytetar, po lere në shti, po kush e të qoja? Me ke vajti edhe si të qonja. Jo, e ka fjallë, mardënje me elektorimin e ka ndërprerë që në... Po lere tani... A i ndërpreu atje të komunizmin, nuk erdi do taj me atë botën e ti intelektualit fundësh në sistemin demokratik, por ngeci atje, shtu që është shumë i vjetër se të vjetëri. Ka përfunduar në këtë pikë që është, ka përfunduar se ka probleme. Ne tani nuk do themi që nuk ka probleme. Por, kjo parti demokratike edhe se ka probleme, tani edhe një e vërtet është, dikush pajtohet, dikush nuk pajtohet. Unë e kam parë në terren. E kam përjetu vetë këtë gjë. Kjo parti demokratike e zodhi Sali Berishën për qenë lider edhe i herë tjetër. Sa e suksesshme do jetë kjo? Po mirë, po kur i thoni ju sa e suksesshme? Po aprovojme 11 majti, ç'është kjo punë? Ju është bela e madhe. Në mars janë zgjedhjet. Shiko, ta rikthejmë përsëri debatin. Është bela e madhe dhe me juve një fjalë vetëm. Po a aprovohet 11 maj? Po i dhe më kështu thato 11 maj juve, ç'e duan? Do të aprovoni prap tani këto të pushtetit vendor tani. Do të shikoni. Se unë nuk juan jam 5 bashki, edhe është Vlora, është... Ligji për barazin gjinore... Ju thoni shtjerë dhe njerë pa të shoqë. Avokat, lutem. Ligji për barazin gjinore është një ligj shumë specifik, që ka rritur maksimalisht ndjeshmërinë publike në Shqipëri. Nuk dojmë të kaj debatë. Po jo me jo, po duash edhe bëjmë, po nuk kemi në fokusin Berisha lajmëron protestat. Janë futur pa e letëzuar. E para jo, sepse janë disa stile e ma që de facto shprejnë atë që e kontestojnë publikisht. Jo, janë, po të themu, nuk e kanë letëzuar ligjin, unë e kam letëzuar me vëmendjen më të madhe, edhe këto sajojnë, do bënim debat për ligjin. Ju bëni rolin debatin për ligjin, për së shkjo moment. Që do ta interpretoj nesër. Ju bëni rolin si do ta interpretoj. Interpretimin e bën gjykata kushtetuese kur dhe puna, është përputhje me kushtetutën apo jo. Nuk do dalit çipa me këtë. Do diskutojmë për atë çka pse e pati ndjeshmërinë kaq të lartë ky diskutim dhe ky debat në parlament për këtë projekt ligj.
për dy arsye. E para njerë, sepse të dyja palët tona, nëse janë kaq të sinqerta në raport me çedimin që ofron ky draft ligjor, në raport me trashëgiminë, tradicionaliteti shqiptar, konservatorizmin e familjes shqiptare, etj. Do të duhet të bëj një recencë nga sociolog dhe njohës të mirë të këtyre profileve që janë. A pati të tillë nuk kishte as në komisionin e Ta thënë që janë konsultuar, po ku do dalim me këtë histori? Ku do dalim? Që partitë serioze, për ta evituar një shernaj të tillë, bëjnë këtë gjë. Dhe çfarë e bëjnë këtë? Ofrojnë ekspertët. E kanë bërë këtë gjë, po ju nuk e njihni këtë informacion që është bërë, jo po them unë. Vetëm po në rregull je reporter, atëherë po të them unë. Jo nuk është bërë. Vetëm komiteti i Helsinkit me shkrim ka bërë 11 faqe, po çfarë analizet jashtëzakonshme. Jo, duke i marrë gerën për gerën e tjera. Lere pasaj të tjerë. Mos ty tani tek do nuk e dua sot këtë debat. Pastaj atje nuk u përgatitën me terminologjinë e dur, me kritikën e dur, me projektin e dur. Jemi në kontekstin e Berishës që lajmëron protesta. Thelbi është 2 gjini janë. Thelbi është ka burrë grua. S'do Albani ta bëjë debat. Po jo nuk e dua Thelbi kështu është. Thelbi është tëra dokumentat kështu ta jemi në tjetër. Thelbi është kur do lindësh atje do marrësh aktin e lindjes. Sa lind fëmia? Do thuhet mashkull apo do thuhet femër dhe ta shoqëroj derisa të vdesi. Do vdesi mashkull dhe femër. Ligji thotë që mund ta ndryshosh. Po jo. Prandaj them unë interpretimet bëhen sepse ligji flet për identitet gjinor. Bëhen sa për të hedhur mjergull edhe sa për të zgjallur debate që me ligj pa ligj kush ndihet jo burr, ndihet jo burr, kush ndihet jo grua, ndihet jo grua. E lëm debatin për ligjin tani se po doni ju ftoj kur ta bëj këtë debat. Po sot se kishim për këtë, prandaj Po, atë themi gjë për këtë, për partinë, për Partinë Demokratike, jam plotësisht dakord dhe unë e mbështes dhe e inkurajoj Reldarin në mënyrën se si kërkon që të ketë opozitë dhe ta mbështes. Dhe unë vetë kam qenë në këtë pozicion për shumë kohë, domethënë dhe e legjitimoj plotësisht të pozicion. Problemi është se ka ardhur një moment ku Partia Demokratike vetë nuk do që ta luajë këtë rol dhe ky është problemi tashmë, domethënë pra ka një problem tashmë me Partinë Demokratike. Domethënë nuk do ta luajë këtë rol. Nuk do sepse Partia Demokratike nuk po përpiqet të prodhojë profilin e një partie e cila mbledh gjithë themi shtresat opozitare të shoqërisë dhe t'i përfaqësojë ato. Një parti që të vinë pushtet, mendojnë, dhe kështu ka ndodhur gjithmonë në Partinë Demokratike, është pra vjen pushtet gjithmonë kur zgjerohet, kur hapet dhe i bën pjesë të tjerëve, ata që nuk janë pjesë e Partisë Demokratike dhe ata të cilët janë elektorat gri apo janë shtresa shoqërore, të cilët nuk janë pa parti, por janë kundër pushtetit. Ka bërë thirrje. Por nuk më thon bërë thirrje. Ti duhet ta bësh. Ai ka thënë ne duhet hapemi, e ka shtruar si imperativ edhe në konferencat e shtupit në fundit për shtup. Edhe në diskutimet që ka pasur brenda kryesisë, edhe në diskutimet që ka. Ai ka thënë ne tani duhet hapemi. Me lart ka thënë gjithë. Problemi qëndron që të hapesh. Kjo kërkon një proces. Dhe procesi i hapjes duhet të reflektohet pikëparë në mënyrën se si ti organizon vetë partinë brenda. Pra se si partia ofron një fytyrë të re. Problemi është që Partia Demokratike ka mbetur akoma tek figura që kanë 35 vite aty. Si mund të ftosh ti të rinj kur ti brenda vetes ke marr pjesën më të kalbur, më të vjetër, më të, ku diun, të. Do pyetja është vërtet. Po ja ke Eldarit pyetje. Jo, pyetja është kuptova. Partinë e bën fituese riqarkullimi dhe hapja, apo e bën fituese protesta. Ta mbaroj deri në fund, si hapet partia, ka disa gjëra. 1, ndaj njerëzve, 2, ndaj ligjërimit, pra narrativës që ti prodhon, 3, ndaj akteve që ti bën. Tani tek gjitha këto partia demokratike është problematike. Me një gjë që është shumë e rëndësishme, besueshmëri dhe moral. E para, Partia Demokratike ka mbetur tek rrashti i saj më berishist i mundshëm. Në Partinë Demokratike sot, kush guxon thotë që ne duhet të bëjmë zgjedhje brenda partie, sulmohet egërsisht ndaj i than zoti Leska, i than Pjanec. Çfarë tha zoti Leska që duhet ndrohet Berisha? Gjë më normale në botë që thotë kush do jashtë asaj partie. Dhe këta filluan ta sulmojnë me media, me gjitha, çfarë si than, vetëm se tha gjë më të thjeshtë normale. Një kjo, e dyta, që ta mbaroj domethënë.
ti ke bëre në zgjedhje ato primaret brenda partie dhe nuk e respektove. Pra vetë elektoratin tënd, pra vetë votuesin, vetë antarin tënd nuk e respektove. I thej që do të marr votën, do të marr mendim, dhe në fund fare bëre si deshe ti ose në deshe. kosht produktit thuaj më. Pikërisht pra. Se kjo ndodh. Domethënë njerëzit, një kjo, e dyta, a hapesh ti ndaj forcave të tjera? Ti bëre një ligj elektoral për t'ia fut partive të tjera të vogla. Si mund të hapesh ti kur ti punon atë ditë kundër tjera sepse do që ti ta kesh primatin brenda partisë tënde. Treta, narrativa, pra, ti kujton se të vjen shoqëria po të flasësh ti me Soros, me teori konspiracioni, me gjuhë berishiste, ultra berishiste, ka 35 vite që dëgjon njerëzit. Po flasin me gjuhë trampiste tani, jo berishiste. Po s'është trampiste kjo, se trampizmi e para, e dyta, Sorosit, wokizmi, maga, trampizmi është. Edhe trampizmi nuk është maxhorancë në Shqipëri. Nuk është trampizmi në mënyrë se si ti do ofrosh shtresat e gjëra të policisë. Trampizmi mund ta duan berishtisë apo njerëz caktuar, por nuk e do pjesa më e madhe e Shqipërisë. Ose mund të jenë indiferent, por nuk është kjo mënyra se si ti i thret njerëzit. Ti duhet të hapesh në kuptimin që ti vetë të ndjesh që partia nuk është thjesht e jotja, por është e të gjithë njerëzit të cilët janë kundër Ramës. E bën ti këtë, nuk e bën. Dhe ky është problemi më i madh. Përkundrazi, këta luftë më të madhe kanë ndaj njëri tjetrit. Për shembull, po të shohësh ka analizë, më shumë shajnë mua se analistë e Ramës. Pse? Sepse unë e godas nga brenda, kupton? Dhe këta më konsiderojnë mua kundërshtar, sepse unë kritikën që e bëj konsiderohet një kritikë e djathtë. Dhe unë jam i rrezikshëm për ta se sa një që dihet që është ku diun i Ramës apo tjetër. Dhe problemi është që këta nuk e kanë këtë mentalitet dhe këta nuk e ofrojnë këtë sepse këta nuk kanë për qëllim të përfituar, sepse po të kishin ishin hapur. Këta kanë qëllim që të rrinë aty dhe të vazhdojnë pazarit, vazhdojnë retorik, vazhdojnë... Ta dëgjoj dhe bëjnë rendarjen e ti që është prapë për të ndërryrë. Vetëm dy fjali. Mbaroj procesin maj, për arsye se nëse do hape partia, e para do tregoje me ligjin zgjedhor, që të përshtaste edhe partitë e vogla, dhe dyta, narracionin e këtyre njerëzve që do futesh dhe bëjnë narracion partisë dhe tjetër, në listat duhet të kishe fytyrat e atyre njerëzve. Mbaroj të shiesh procesi për 4 vitet e ardhshme. Dhe është si puna e gurit Sizifit. Partia Demokratike është poshtë. Po shtyn gurin drejt majës. Atë guri. E ky është problemi tashmë që ke Partia Demokratike vuajnë këtë dhe që thonë pse ju nuk na mbështesin, ndërkohë gjithë publiku po e mbështet me ide. Po e mbështet paktën me mënyrën se si përqasen ndaj Ramës. Kjo nuk lexohet ke Partia Demokratike dhe ky është tërësim. Dhe kjo ka bërë atë që u thash. Ke Partia Demokratike ka lindur një aristokraci që rrotullohet një perimetër dhe nuk zgjerohet këtej. Po të ishte aristokraci do ishte e mirë, por nuk është aristokraci në sensin e përfitimit. Të përfitimit. Tani du ta the unë aty ku e ka të metë Partia Demokratike, unë e tham sepse pikës pari mbroj integritetin tim. Aty ku thash që Berisha e voton ligjin është se unë e mendoj kështu. Ndoshta Berisha nuk e voton atë ligj, por unë e mendoj duke parë Berishën politikan dhe analizoj si politikan e bëj. Pra unë nuk jam një person brenda Partisë Demokratike që duhet pa diskutim brenda Partisë Demokratike. Kam një ide të djathtë, cilën jam plotësisht dakord që partia ti më demokrat sa ata. Pa shumë demokrat. Origjina familjar. E besoj atë që tha, Partia Demokratike ka një kas shumë vjetër që për hir të vërtetës nuk po lën fidanishtën të lulëzën. Po e blokon fidanishtën të lulëzën. Kjo është problemi më i madh. Nuk pajtohen me argumentin që duhet largohet Sali Berisha. Për hir të vërtetës e shoh të vetë. Problemet kemi siç un po ta them tani. Kujto se ta gjejmë tjetër ai. Është sepse sa herë zgjedhje ai në opozitë është trari qendror i shtëpisë thotë që nuk mund ta heqim sepse për ndryshe na shëmbet e gjitha. Në kushtet që dollet kjo mazhorancë socialiste me të gjitha indikatorët që shoh se të pakën njoftja disa gjutuja dhe shoh gjitha raportet që janë. Të gjitha raportet që vinë, ndërkombëtarisht, ndoshta edhe ato që nuk transmetohen në media, e nxjerrin këtë mazhorancë, nxjerrin autokraci konkurruese që kanë marrë një term ca profesor të Harvardit për Erdoganin, por e ja bashkangjisin dhe këtë. Po shkon në kufi që një opozite ka shumë vështirë ta përballojë. Pse është Sali Berisha dhe pse duhet Sali Berisha? Pyetja ime. Sali Berisha që kur ndodhi ky tranzicion i famshëm që erdhi që u bë integrimi, kalimi nga një sistem tjetër, shoqëria shqiptare pat në dy kulmet e saj bosat politik.
Nëpërmjet këtyre dy individëve, këta prodhuan mediat e lira, këta prodhuan biznesmen të lirë. Po janë dy, se këtej majtas kanë qarkulluar njerëz. Kush ka qarkulluar? Ka qenë Patostano, ka qenë Ilir Meta, Edi Rama, kanë qarkulluar. Edhe djathtas kanë qarkulluar. Ta rrëzuan shtetin, ta rrëzuan shtetin, e rrëzuan shtetin në 97-ën. Nuk lanë asnjë institucion. Nga këta njerëz u krijuan të gjitha pushtetet e tjera alternative. Pra, në momenti kur ne kriju bosin politik, ne nuk patëm pushtete konkurruese që ta vendoste pozitë vështirë. Derivate, çdo pushtet tjetër ishte derivat i këtyre njerëzve. Këta njerëz tashmë kanë kap sistemin dhe këta njerëz do negociojnë njëri me tjetrin. Kjo është real politika dhe ne kur vim duhet bëjmë analizën e vërtetë. Kush ka forcën për t'ju përgjigjur Edi Ramës në të gjitha mënyrat që duhet të ketë. Është vetëm zoti Berisha. Vetëm Berisha, askush tjetër sepse gjithë dështuan. Po asnjëri s'ka dështuar, jo asnjëri s'ka dështuar, por fatkeqësia më e madhe e këtij vendi është që ne prodhuam një Sali Berish, ose më najsollë një Sali Berish. Ne nuk do ishte ky Sali Berish, për do të ishte një tjetër atje në Partinë Demokratike. Bje fjala do ishte Fatos Nano. Edhe këtu të kjo... Shkuam thellë, vajtëm 35 vjetë për parë. Jo, do ishte një tjetër, Shqipëria nuk do të ishte në këtë gjendje që është sot. Ne do ishim pranuar me kohë në Bashkimin Evropian dhe do vinim me standarde. Edhe mjedisi nuk da kishim në për 70 vjetë, nuk da kishim për 30 vjetë. Partisë Demokratike, se unë dje Po qatë i mohoj, ti mohoj, po qatë i mohoj. Ka bërë përshtypje ku isha me fotografuan dhe morën shenjat e gishtave. Kupton? Me fotografuan dhe morën mua. Po tani në aeroportin e Romës... Sepse ka hyrë ky ligj i ri. Nuk do ta bëjnë më njëherë, bëjnë edhe tani do kalon shumë kollaj kur të shkojnë. Po si ta ka por ne nuk vinim do një sekond. Janë rregullat e reja për hyrje në Schengen. Mos lër nam. Se na i merrte pasaportën e Saliu, do kufia dhe mua, edhe diplomatike time ma grisnin, ma hidhin në sy. Ma hidhin në sy. Një minutë të asjaroj. Ishte pa vlerë. Nuk është kam parë që je shqiptar. Era e parë, do fotografohesh dhe merr shenjat e gishtave dhe pastaj kalon rahat, nuk e më problem. Era e parë është kështu. Po ata që se kishin. Po është për ne pra, është për Schengenin po të them. Po si mund të kesh, po si mund të kesh shqiptar, sa kanë bërë për atë. Je 30 vjet, ke 12 vjet me këmbë dhe nuk është. Ore, po si mundet. Sa bëj një vit që është njoftuar, si mundet për Schengen. Antarësimin në NATO që ta bëri e bëj për NATO. Po lër, ja çka ka bërë. Ja po ta them. Një gjë. Ja çka ka bërë. Ky nuk e bëri grushtin e shtetit. Kje rëzoj Shqipërinë edhe qoj në katastrofë. Kë nuk beri vrasjet e 97-ës, kje qoj zero edhe vuri veriun, kje të sulmon të jugun, me avione me gjitha luft civile, me dokumente me tjera dhe vrau, 10.000. Nuk e ka bërë, është e vërtet, jonë kjo gjë. Nuk e shkatroj ushtëri, nuk e la Shqipërinë pa ushtëri. Edhe t'ja qonde armatimin e pjesët më të mëdha të saj e tjera t'ja qonde o Serbis, o Hamasit, o Al-Qaedës. Saliu jo të beri një gjithë të tjilë. Nga 2005 atë... Për njëre 2005, po Shqipëria nuk është 2005. Plagët që ka... Plagët, për në 2005, po 2005, 2005, o zotri, 2005 është edhe 2 prilli i Shkodrës, 2005 është edhe zgjedhjet e 1996-ës, të majit, gjakosja e tyre e tjera, se këshu vinë ato, radhë vinë. E ti më fletë mua për kore Saliu. Një kore Saliu të shkoa me zes, nuk jena fare emocional, se kjo është shumë në zeqë, unë e vetëmja gjë që na... Juve mbajni se ne na intereson të mbajni. Kujt ne mo? Po këture, mbajni se 11 herë radhë kemi fituar, edhe do fitojmë deri sa tjetë gjalla i Saliu. Mbajni monument. Na hodhi e pa në Europë, është si rezultati politikave të Sali Berishës, qeverisës sati. Bashkim... Ku ka për qeverisja ju, ka për qeverisja me krim? Antarësim NATO, që paka shumë e kep. Ore në NATO të pranojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e duan tokën shqiptare, jo Berishën, edhe Nanon e tjere. Por toka, vetëm toka shqiptare. Kushdo që t'ishte do pranojsh në NATO. Kushdo që t'ishte.